Edicioni 4 ka thyrë çdo rekord shikueshmërie e krejt kjo fal banorëve që po japin maksimumin e tyre 24/7. Nëse dikush më pak e dikush më shumë, thënë më shkurt se cilin ka çik të vat. Në Zoom në temën e javës do t'i diskutoj të pathënat e ditëve të fundit që kanë bërë xhiro në rrjet e janë bërë virale. Intervista e Gjenetës dhënë për Fan Club arriti t'i trazoj ujra duke bërë kështu që romanca e Gjestit dhe Egrit të mbaroj, akoma pa filluar mirë. Tezja e vet, po njëherë ka thonë që është nga eksi vet. Problemi më i madh është. Kjo e fundit e përjetoi keq duke qarë gjatë Prime. Tako ndjeje shfrytzuar teksa Gjeste pranoi që aktualisht për të ka vetëm tërheqje fizike e jo ndjenja që së bashku të krijoni një lidhje prej së vërtete. Produksioni vendosi të ja transmetoj të cunguar deklaratën e Gjenetës e madje ajo doli krejt nga kontekste. Video transmetuar në spektaklin e fundit të këtij formati shqetësoi atë shumë Gjestin, sa pas mbarimit të Prime kamerës ju drejtua me fjalët. Kesh i kohës kam, me bo vetet kesh. Jo lashko, tema të në lajnë të. Mo i me këty kohën në atje, me metën këtë vetë, 5 mujë ditë, jo, nuk e kam mjetë, kesh, e që kam mjetë. Veç orime. Por kjo nuk mbaroi me kaq në rrjetin social Instagram, ish banora Big Brother VIP Kosova Leila i ka qëndruar pranë Gjenetës në ato momente. E fetoi në këtë imazh shihet e koncentruar me telefon në dorë, pa diskutim duke e parë gjithë ngjarjen. E po Gjenke edhe nga shtëpia arriti ta ka Primen. Në sytë e publikut ajo po bëhet edhe imazhi videoklipeve. Ishte çifti Adri dhe Ileriana, ata që në spotin e këngës së re e morën Gjenetën si imazh i saj. Por më shumë vishni pak sekuenca nga aktrimi fenomenal i fetohut. Sot pishmanu bone për krejt jetën tone. Në anën tjetër edhe një çift i dha fund raportit të tyre apo thënë më mirë njohjes. Bëhet fjalë për Jozin dhe Loredanën. Kjo e fundit pasi pa që partneri i saj ka larguar Unazën, njësoj veproi dhe ajo. Ndarjen e përjetoi shumë keq, edhe më të marrë bë kur e pa këtë klip. Patjetër që jo. Patjetër që jo. Tet banorët e nominuar janë kujdesur që këto 3 ditë të bëjnë më të mirën e tyre, e me raste dhe diskutimet me tone të larta, për vetëm arsye që të sigurojnë qëndrimin brenda të paktën edhe për ca ditë më shumë.